Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam në rubrikën e të ftuarit të ditës një të ftuar tepër special që do flas për projektin Super School. Është me mua Eral Gjufelaj. Mirëmëngjesi, mirë si u gjeta. Faleminderit që je pjesë e emisionit tim dhe faleminderit që ishe i gatshëm të vish më një herë të flasim për këtë projekt kaq të bukur. Çfarë do thot dhe si u prezantove ti në fillim me projektin Super School, Eral? Unë për një vitit e njoh pjesën e institucionit Rajkus, çfarë projekti është merret. Rajku është një institucion në gjithë Ballkanin që merret me exchange kulturore për të rinjt, sidomos për të rinjt e shkollave më shumë, por edhe me OJF. Super School është një program që, siç e kuptojmë edhe shqip, është super shkollat dhe i jep prioritet rinjve, që në momentin kur aplikuam, mendova se projekti do përzgjidhet. Dhe pastaj kur erdhi momenti i rezultateve, u habita me I was on shock kur e pash që ishim shkollë fituese. Si ishte pak a shumë projekti? Mund na e tregosh dhe ne të tjerëve? Ne kemi qenë të përzgjedhur me një shkollë në Serbi, në Novi Pazar. Kur kemi shku, jemi habit krejt në ryshe se çfarë kemi bërë krahasimin, se shqiptarë gjithmonë me Serbin kanë pas konfliktet. Dhe jemi habit krejt në ryshe se si na kanë prit njerëzit, si na kanë prit respektin. Sa bukur. Ishte për ty në fillim pak stepje, ose për familjen tënde, ose të rinjve të tjerë që të rinj do të shkojnë në Serbi, sepse dhe ti vetë the që ka qenë gjithmonë pjesa e paragjykimit dhe ekziston mënyra se si ata na bullizojnë apo nuk na presin mirë në shumë raste, ndoshta për shkak të luftrave dhe konflikteve të vazhdueshme që ne kemi me ta. Për mu nuk ka qenë fare problem që në momentin që se e kam pa që shkolla përgjell fitues, se unë nuk e kam pas problem, kam thënë direkt do vi. Edhe pse e di isha mënyrën se si kanë kenë konfliktet, e të historinë që ka Shqipëria me Serbin, po nuk e kam pas fare problem, si do qoftë. Pastaj kemi pasur probleme të shumta në grumbullimin e 15 nxënësve që kanë qenë gjithsej. Pra keni qenë 15 nxënës që keni marrë pjesë nga shkolla juaj, nga shkolla Hamdi Bushati, që përshëndesim shumë drejtoreshën e kësaj shkolle, e cila është gjithmonë e gatshme për aktiviteteve të bukura që organizohen. 15 nxënës, si u përzgjollën? Më shumë kanë qenë dëshirë, por kanë qenë edhe kjo pjesa e rezultateve shkollore, pjesa pjesëmarrje në projekte. Janë zgjedhur nxënësit më të mirë? Po, gjithmonë nxënësit më të mirë, sepse nuk ka se ka nxënës që janë pak më të stepën për shkollër, por ama gjithmonë projekti ka të bëjë gjithë përfshirje, edhe barazi gjinore, gjithmonë. Dhe si u vendos, atje u mblodhën disa shkolla? Na trego pak se si vazhdoi aktiviteti? Aktiviteti është ka të bëjnë mes një exchange mes dy shkollave. Pra kemi shku në atje, tani vinë ato kënej. Për të shkëmbyer, pra exchange, një shkëmbim eksperjencash. Ato mësojnë nga ju dhe ju mësoni nga ata. Sa e vlefshme është kjo për rinj? Sepse edhe kur shkoni me njeh kulturë të re, me njohuri të reja, ndihesh pak më ndryshe se si shke qenë më përpara, sepse njeh më shumë edhe pjesa që kur shkon në një vend që janë paragjykues, ose edhe ndaj nesh, edhe ne ndaj tyre. Edhe ne ndaj tyre, Po, shumë është vërtet, edhe kjo të bën pak më shumë ndryshe, sepse t'jep më shumë vlerë kur i njeh më ball për ball fizikisht se kur i imagjinon me mendjen tënde. Imagjinon dhe imagjinon negativisht gjithmonë. Sa të ka ndryshuar të imagjinatën ose perceptimin për serbët kjo aktivitet? Mendoj që kur jemi nisur për me shku në Novi Pazar, ne kemi qenë me mendje se po na paragjykojnë më shumë. Kur kemi shku në fillim, ditë e para të exchange-it, kanë shku krejt mirë, jemi habit, në mënyrën si na kanë respektu, në mënyrën se si janë sjellë ndaj nesh, por ama ditën e fundit janë prish pak, po ama prapë janë sjellë.
Pra, çdo gjë ishte okej dhe çdo gjë ishte e pranueshme. Pra, keni pasur një aktivitet me një mbarvajtje shumë të mirë. Këtë duhet ta theksojmë edhe pse ishit në Serbi dhe gjithmonë është ajo ideja e paragjykimit, siç e formulëm dhe më përpara. 15 fëmijë, pra të moshave deri në 18 vjeç, sa e vështirë është të marrësh një grup prej 15 vetësh edhe të shkoni në Serbi, ose sa vështirë është edhe për ata 15 vjet të vinë në Shqipëri, në Shkodër, në një vend që edhe për ta është njësoj, siç për ne paragjykimin. Për ne ka qenë pak më e vështirë, mendoj, sepse që në momentin kur kemi fillu me këtë përzgjedhjen e nxënësve, zyshat po ashtu kanë vujt pak në përzgjedhjen e nxënësve, sepse nxënësit shkoshin me mentalitetin, jo janë të shku në Serbi, jo që me bëni, e shkoqim me këtë mentalitet dhe kemi vujt shumë në përzgjedhjen e 15 nxënësve, që në momentin kur një javë përpara veç kur i kemi mbledh, kur jemi mbledh listë totale e 15 nxënësve dhe jemi me ton shok, edhe si unë, si zyshat, si edhe vetë ata kanë qenë e pabesueshme që jemi grumullu 15 pas shumë probleme që kemi hasur. Por mendoj sepse edhe kur kemi shku ja ka vlet, janë knaq, gjithë janë habita dhe ato vetë, kanë kësy ndryshe mentalitetin e ndaj tyne, po ashtu edhe ata serbë atje janë kësy, pra kemi kriju misi me ta, nuk e kemi fare problem komunikimin dhe tani ato kanë ardhur në Shkodër. Pra për shkëmbyer eksperiencë. Sot është dita pare shkëmbimit dhe janë gëzu shumë që kanë ardhur në Shkodër dhe mezi e kanë shprit këtë moment. Që në momentin 2 ditë para nisjes ato dhe mbrëm kur kanë ardhur s'kanë pritë asnjë moment as me pushu, asnjë gjë, veç shpejt për me dalë në për qytet me pas, sepse kanë po në për internet, në për Google. Se sa e bukur është. Po, dhe po ashtu edhe ne i kemi bërë përshkrim mi qytetin dhe kanë metur të habitur kur kanë shikuar rrogicat dhe vjetra të Shkodrës, historinë kur janë njoftur. Shumë bukur. Tepër bukur, po duhet të ndalemi edhe pak tek eksperienca juaj. Cili ishte aktiviteti që ju kalon më shumë mbresa nga kjo eksperiencë? Që në momentin që kur e disha, kemi pasur agjendën ne që e kemi shikuar. Të planifikuar. Po, dhe që në momentin kur kam shikuar agjendën jam habit nga një aktivitet. Dhe po ashtu kur e kemi bërë vërtet atë workshop, jemi knash pa fund, e kemi shiu pa fund se për çfarë fliste, çfarë ishte, mund të shpjegojmë pak a shumë? Workshop në pjesën e lëndës së kimisë, kemi kriju sapunat vegjël. Sa bukur. Po, dhe kemi qenë në grupe 3 i shqiptar dhe 3 serbë, që me pas këtë pjesën e bashkëpunimit. Po. Dhe kur kemi kriju sapunat dhe kur i kemi marrë në dorë, kemi thonë krim të rria e bukur, diçka çuditshme. Ndoshta edhe tepër eksperiencë veçantë dhe e bukur. Po momente që ndoshta kanë qenë pak më të papëlqyera, që keni thënë pse erdhëm, ishim mirë atje në vendin tonë, të shkonim të bënim mësim. Ka pasur nga këto momente apo jo? Për pjesën e mësimit jo. Për pjesën e mësimit jo, shumë e kuptueshme. Po vërtet, por jo, me të thënë drejtën, jo. Nuk ka pas momente tilla, vetëm një ditë e prishën kur dolëm me gujit, e prishën pak të pjesa muzikëve, sepse nuk e dishin që ne i dishim këngët e tyre. Dhe jemi tepër të familiarizuar. Nuk e dishim që ne i kuptoheshim çdo lloj fjale, ose gjitha se çfarë veshin, dhe përmendem pak këtë pjesën që na prek neve më shumë, pjesa e territoreve shqiptare. Por prap janë kësy, edhe kur e kuptonin ata që na Diego edhe neve, erdhen na kërkuan falje dhe edhe ne u kthymem po ashtu. Sepse ai vendi ku kemi shku në Novi Pazar, njihet me histori, njihet si një ndër territorëve të Shqipërisë etnike, që pasdare të kufive në 1913. Kjo do të jetë edhe më e vështirë për ta, sepse duke që nësë është një pjesë që ne kemi si pjesë të Shqipërisë etnike, për ta është edhe më e dhimbshme ndoshta apo jo?
Për ato e din kretë këtë pjesën e historisë që si e din, funksionon. por është e vështirë ta pranojnë me sa duket. Në vërtet, është e vështirë ta pranojnë sepse ai territor është shqiptar, por ama ato vete kanë origjinën bosnjake dhe kjo është ai që ngolisin më shumë në tru ato se ne. Patjetër. Po ndonjë moment që të kalon mbresa gjatë udhëtimit, vende që keni vizituar, sepse ka qenë një projekt disa ditor, dhe keni pasur mundësi ta shijoni në maksimum këtë projekt. Vendet më të bukura, mund të na i specifikosh? Vendet më të bukura që në fillimin ka qenë pjesa e qendrës, qytetit, ka qenë super pamje historike, po ashtu ajo që në kalon mbresa ka qenë xhamia që ka pas qytetit që gjithë shkoshim dhe një monastir i vjetër që ishte qenë para 1000 vjeçar dhe ka qenë shumë pamje të bukura dhe kur jemi njoft me historinë e tyre kanë qenë mreslënse. Po sot që ato janë në Shkodër, ka një agent ku do të shkojnë dhe çfarë vendesh do të vizitojnë, përveç projekteve që keni përcaktuar t'i bëni. Po jam shumë kurioze vendet që janë caktuar që serbët të vizitojnë në Shkodër. Cilat janë ato? Kanë këtë pjesën do të shikojnë gjithë qytetin sepse jemi pjesë pas në ditën e parë kemi një lojë super të bukur që do kemi me shëtit në qytet, ka këtë pjesën e gjithë përfshirjes në shikimin e disa vendeve, por ama ka në ditën e tretë kemi menduar që të shkoshim te Kalaja, Arëzafës dhe pastaj në Shirok dhe Zogë. Po te Kuramesit, për shembull, te Kalaja Drishtit, tek Shkodra ka shumë vende të bukura që janë që janë ndoshta edhe më pak të eksploruara. Kalaja Drishtit është një vend i mrekullueshëm që mund të jetë pjesë e bukur e një rrugtimi. Edhe unë mendoj sepse ka plot vende, plot historike, më pa zhvilluara se këto ku kemi planifikuar, por ama që ti bësh projektin në këtë rast, sepse... Kush e ka caktuar? Si është caktuar? Mund të shpjegojmë pak a shumë? Projekti, gjithë agenda është bërë nga Zysha përgjithëse koordinatorë dhe drejtuesit e Rajkos që kanë zyrën qendrore në Tiranë. Po, pra projekti është i gatshëm. Ju thjesht duhet të zbatoni. Jeni ju 15 persona që keni qenë atje që do i prisni dhe do i ndiqni ti tregoni Shkodrën dhe vendet e bukura? Po, ne jemi gjithë guida turistike. Dhe si do të organizohet dita atyre? Jam shumë kurioze, do të ketë më shumë aktivitete? Po, do ketë më shumë aktivitete, do kemi lojra në ambientet e shkollës, do kemi prezantime në PowerPoint dhe lojra interaktive që në bërë për me zhvillu. Pastaj pjesa e dytë është me ndu në për qytet. Më shumë për me shikuar vende, historike, fetare, këto. A ka qenë guida atyre ngjashme me guidën tuaj? Guida atyre nuk ka qenë ngjashme, sepse në Shkodër njehet edhe si djepi kulturës. Patjetër. Shef më shumë, eksploron më shumë vende se atje nuk ka pas dhe shumë që të eksplorosim atje, se qyteti vogël dhe pjesa qendrës dhe këto si të thash xhamia dhe monastiri që të përmenda, kanë qenë pak në periferi të qytetit, nga që vetëm pjesa aty e qendrës kanë qenë në dyqane dhe ndërtesa apartamente banuese. Sa e vlefshme është kjo eksperiencë për ty personalisht, por dhe për të gjithë grupin tënd? Pra sa i vlefshëm është projekti Super School për ju? Që në momentin që kemi apliku ka qenë super gjë, kemi imagjinu që do knaqem, dhe vërtet ashtu në nga dalë. Po në formimin profesional? Të jep më shumë vlera që të rritesh personalisht dhe po jo në vlerat e formimit profesional, po personalisht me shumë vlerat të mundshme që të duhen. Pra mendon se të ka ndryshuar si karakter, vetë edhe eksperienca që keni shkëmbyer me shkollën në Serbi? Mendon se të ka ndryshuar pak ndoshta thjesht edhe perceptimin për popullin serb? Më ka ndryshuar konceptimin për popullin serb, po jo personin, karakterin që jam unë. Po konceptimi mendoj ndryshe tani.
pasi e kam... Si mendon ndryshe, jam shumë kurioze ta di, si ndryshe, për mirë apo për keq? Sepse përmend edhe momente të pakëndshme, do me thënë këngët serbe që ju kanë vënë për ndoshta si ngacmim i vogël. Mendoj ndryshe nga që në momentin kur kemi shku, kemi mendu para gjykime, ma shumë kemi mendu që do na talshin, do na thojnë fjallë të qëja, por ama që në momentin që kemi shku, jemi abit nga respekti, që na kanë dhanë. Kjo është diçka shumë e vlefshme. Dhe kemi ndryshu konceptimin 16 me 14. Do kujdeseni ju shumë që dhe ata të ndryshojnë perceptimin për ne, sepse ato sot janë në Shkodër dhe do t'jenë duke e formuar të shumë, sepse po pinë kafen e mëngjesit dhe do t'jenë duke e krijuar perceptimin. Dhe mendoj se do kujdesemi shumë, por edhe pse të njohë shqiptarët shumë mirë. Nuk është shumë në dorën tuaj, Nuk është shumë në dorën tonë, po gjithsesi do bëjmë të pamundurën. A mendon se Shkodra qytet paragjykues? Unë nuk e mendoj këtë gjë. Ne jemi shumë të afërt, gjuhën e dim të gjithë, jemi të familiarizuar. Prandaj nuk e mendoj se do e keni shumë të vështirë, jo aq të vështirë të paktën sa e kanë pasur ato kur ju ishit në Serbi. Unë nuk mendoj sepse në qytet do krijojnë probleme, sepse nuk ka edhe problemi jonë, pastaj masit të kryjnë exchange, orë të exchange-it, pastaj ata janë të lirë të bëjnë çfarë të dojnë. Po, e kuptoj. Por ama në pjesën e ambientet të shkollës mendoj janë pak ma paragjikues nxënësit, mendoj ja kanë ardhur serb në Shkodër dhe kjo mendoj që do na krijojnë pak probleme, por prap nuk mendoj edhe aq shumë, sepse janë edhe nxënësit që e dinë që kanë ardhur, edhe kur në momentin që i kemi bërë përshkrimin total të eksperiencës tonë, ndaj atyre edhe ata kanë marrë një konceptim pak ndryshe. Po, do ndikoj, do jetë pak pozitive, sepse... Do ndikoj, dihet se do ndikoj, po. Është pak e çuditshme Ralt, sepse ti thua që qyteti nuk do i paragjykoj. Qyteti do t'jeti familiarizuar me ta, pra qytetarët që ju hasni në rrugë dhe janë përgjithsisht, ose fatkeqësisht të themi, janë mosha më e madhe se ju, sepse ju keni mbetur pak nga emigrimi. Dhe ti thua që në shkollë do gjykohen. Pse ndodh kjo? Është brezëri më paragjykues në pjesën e racizmit? Mendoj që janë i fije ndryshe në varësi të ambientit ku janë, ku shkollohen dhe në pjesën e mentalitetit familjar, ku makin pjesën më kryesore, ato mendoj që konceptojnë më ndryshe, sepse të rritë apo të vjetrit në për qytet. Patjetër. Kjo është. Erald, tash më duhet një mendim tëndim personal për shkollën tënde. Sepse ti je në një shkollë që po rritet dita ditës dhe po vlerësohet gjithnjë më shumë. Është një shkollë shembull në Shkodër, shkolla Hamdi Bushati, edhe pse shkollë profesionale, emri i saj po dëgjohet vetëm për mirë. Si është të jesh një nxënës si shkollës Hamdi Bushati? Mendoj se është një super eksperiencë që duhet vërtet jo vetëm imagjinuar, por vërtet shijuar. Mendoj unë që në momentin kur kam regjistruar, kam thënë që unë do kënaqem, vërtet do ta shijoj gjithë 4 vjeçarin e shkollës dhe vërtet një ashtu më ka dalë, që në momentin që se kam vazhduar vitin e parë dhe tani që jam në vit të tretë, e kam shijoj pafund se vërtet do ta shijoj deri në vit të 4. Por ja sugjeroj gjithë të rinjve që të aplikojnë, ojnë të regjistrojnë sa më shumë pranë kësaj shkolle, sepse jo vetëm se formohen profesionalisht dhe personalisht, por ama makin dhe një profesion që ju avlen dhe po ashtu dhe certifikata që në çdo shkolla ka makin 3 nivele, po ashtu dhe kjo është një gjë që ja vlen përveç maturës që makin në fund të 4 vjeçarit. Pra është një diplomë më e vlefshme se një shkollë e përgjithshme. Po nga ana e eksperiencave, sepse eksperjencat e bukura si kjo që ju keni kaluar tek Super School, nuk mund të jenë në një shkollë të përgjithshme shpeshherë. Janë më të privuar. Pra shkollat profesionale janë më të hapura ndaj këtyre aktiviteteve dhe këtyre eksperiencave. Jam vërtet më të hapura dhe kemi plot aktivitet, po ashtu kemi bërë gjatë gjithë vitit aktivitetet dhe kemi plot dhe deri në përfundim të vitit, kemi planifikuar dhe projekte për vitin tjetër.
ka plot projekte që shkolla i aplikon dhe ju jep mundësinë nxënësve sa më shumë që të bëhen pjesë. Dhe edhe shkolla shkon me këtë mentalitetin e gjithë përfshirë, jo vetëm një grup të caktuar, por gjithë le të përfshihen. Sepse kjo është ajo që i bën nxënësit të ndjehen edhe më mirë dhe më të afruar. Më të afruar me shkollën, më të afruar me mësimin dhe më të afruar edhe me aktivitetet që është pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit. Ti përmende që keni menduar aktivitetet të tjera, mund të zbulojmë diçka? Përveç ditës të dyerve të hapura që bëhet në shkollë dhe shkolla është model gjithmonë, kur vinë shkollat 19-vjeçare, aktiviteti bëhet i mrekullueshëm. Është një ndër aktivitetet që bie në sy në Shkodër. Përveç këtij, aktivitetet e tjera, mund të zbulojmë diçka të vogël? Kështu vërtet nuk e kam të kompetencë, sepse e kuptojmë shumë mirë. Duam t'ia lënë nxënësve surprizë, sepse këtë aktivitet të bukura dhe as unë vetë që i di disa, nuk mund t'i thuash, kur t'i tham, gjithë e shohin se të gjithë e dinë se jam edhe këtu në intervistë dhe gjithë do të marrin vesh këtë gjë. Do ta marrin vesh dhe nuk do të zbuloj Araldi asnjë gjë për këtë mëngjes, do t'i lë surprizë. Por do t'jenë aktivitete brenda apo jashtë Shqipërisë? Edhe brenda dhe jashtë. Edhe brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ti si vlerëson më shumë aktivitetet brenda apo jashtë Shqipërisë? Cilat mendon që kanë më vlerë? Ndoshta edhe ai largimi pak nga familja, mendon që vlen dhe në një farë mënyrë ju ndihmon të rriteni më shumë? Mendoj që nxënësit do të shijojnë më shumë këtë pjesën e brenda Shqipërisë, nga që kur jesu këtë pjesën që me shku jashtë janë pak më të stepur në momentin që sapo t'ja thuash këtë që do jemi jashtë shtetit, gjithë do stepen pak do ta rimendojnë shumë herë këtë gjë derisa ta thojnë një përgjigje përfundimtar. Pra aktivitetet brenda Shqipërisë janë më gjithë përfshirëse. Të falenderoj shumë dhe në fund dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që të jenë aktiv si ti, të marrin pjesë në çdo aktivitet dhe të jenë kudo pjesë aktiviteteve dhe gjërave të bukura në qytetin e tyre. Dua një thirrje për zërinjtë e moshës tënde, Arald. Unë dua t'ju them gjithëve që të bëhen një pjesë sa më shumë të aktivitete, sepse gjithë do ta dëgjojnë zërin tënë, sepse e gjithë ju a kërkojnë vendimin tuaj dhe idetë tuaj, sepse ju jeni ardhur dhe ju mund ta ndryshoni si qytetin, po ashtu dhe gjithë në ambientin ku ju rrethon dhe komunitetin tuaj. Faleminderit shumë, faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Faleminderit ju, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.